të papërmbajtura, të plaçkitjes së papërmbajtur, të Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe antarëve të tjerë të organizacë kriminale që kryeson Edi Rama. Sot, parlamenti përsëri mblidhet, diskuton gjithçka, vetëm e vetëm që të shurdhoj, vetëm e vetëm që të mbuloj krimin monstruoz që ka kryer, grushtin e shtetit, Edi Rama nëpërmjet tij, duke marrë pushtetin e drejtësisë, duke bllokuar prokurorinë dhe të drejtën kushtetuese, detyrimin e saj kushtetuese për ngritjen e akuzave ndaj cili do që shkel ligjin. Me këtë akt të pashembull në historinë e vendit, dëshmon se jemi në kushte në të cilat qytetarët dhe vetëm qytetarët mund t'i japin përgjigjen në të merituar. Është sot koha më shumë se kur 10 shkurti të shndrohet në ditën e Viganit, në ditën e uraganit të fuqishëm të lirisë të shqiptarëve dhe të përmbysjes së këtij regjimi të rryrë, që s'ndjek as t'i ligj parim, as kushtetut. Zoti Berisha do merrni pjesë në nga socialistë sa i takon pjesëmarrëses së jo të deputetëve në dy komisionet e posaçme. Do të shkoni te komisioni territorialis apo do bojkotoni? Tani respekt kam për ty, por të këshilloj miqësisht me paqartësinë dhe konfuzionin e atyre të cilët janë, siç e thash dhe në parlament, e keqja banale. Këta që janë në kate, e keqja banale e vendit, kurse ata që janë mbrapa janë e keqja radikale. Ata e keqja radikale, ata janë ligësia njerëzore në infinit, kurse këta janë automat. Ndaj dhe mos i dëgjoj ata fare, se vetëm trillojnë dhe shpifin. Absolutisht. Sot, parlamenti, sot, çdo qytetar ka një rendite dhe kjo është Lubi Balluku dhe pasaj Edi Rama para gjyqit. Zoti Berisha, Po ju a do të merrni pjesë? E qartë edhe për publikun, qytetarët që na ndjekin, Partia Demokratike do të marrë pjesë në komisionin e posaçëm të reformës territoriale? Tani edhe një herë, sot Partia Demokratike, sot çdo qytetar shqiptar ka në agjendë sa hap syt, tjersa bien darkë, luftën kundër grushtit të shtetit në mburoj të Lubi Balluku dhe Edi Ramës. Pra, as çdo veprim, si të merrni vesh, është i paralizuar në momentin kur mbrohet një kriminele damkosur me një kryekriminal, me një kryetar të organizacës kriminale që ka emrin Edi Rama. Pra, edhe një herë, unë e kuptoj se narko-qeveritarët, se Edi Rama bën gjithçka për të spostuar diskursin nga lubia dhe vetja e tij tek komisionet, tek kjo, tek ajo, por ai me këtë s'do realizoj dot asgjë. Ka një çështje në rendin e ditës çdo shqiptari dhe kjo çështje është grushti i shtetit kundër shtetit i kryer nga Edi Rama për të mbrojtur veten e tij nga vjedhjet e tmeshme. Dëgjoni, prisni një minutë. Se unë duhet t'ju zbërthej disa gjëra. A e shihni ju që edhe imunitetin po e përdor për të mbuluar Agasin. A e dini ju që Agasi është sot i lirë nga kafja në kafe. A e dini ju që Agasi është organizatori i kërcënimeve të prokurorëve.
Prishni një minutë. Do thoni ju po pse e thukte. Ja, pritja, ja, po. Në vitet 2005-2013 janë arrestuar dhe vendosur para ligjit 1100 bandit dhe kapobanda. Prej tyre, disa jo pak, 10-15 s'kam numrin e sakt, kanë marrë dënime për jetë. Dhe janë sot, disa u liruan nga Edi Rama, të tjerë kanë marrë dënime 25-30 vite me radhë. Por, ju jeni dëshmitar, por shifni kronikat tuaja, nuk ka patur kërcënime. Të paktën prokuror nuk kanë dalë publikisht të thonë se po na kërcënojnë. Unë i besoj që kanë kërcënime sot, nuk i shtojnë ata. Jo, unë e kam kollaj të them që Artur Troplini gënjen, jo nuk them se gënjen. Sepse mekanizmi i kërcënimit me jetë të tyre është mekanizmi që përdore Edi Rama nëpërmjet Ergys Agasit. I pat ju zonjë, fat ju pysun ju, e pat ekzekutimin në sheshin e pushtetit, aeroport e sheshi pushtetit, sheshi aeroport e sheshi pushtetit, është sheshi më i mbrojtur i vendit. Aty mund të ekzekutoj vetëm policia. Askush tjetër s'mund të ekzekutoj, askush tjetër nuk çmendet të marrë guximin të kryej atë vrasje që e panë shqiptarët, ajo ishte vrasje shtetërore, e organizuar nga Ergys Agasi. Ishte nga ato që thoshte pam, e në gjuhët ju. Plus pastaj, e vërteta është që e tepruar, kur e krahasuan me dosjen e atij tjetrit, se s'ka në ngjashmi të madhe, domethënë, por nuk është se galeria e Agasit, e video e fotografive, është nga më të turpshmet dhe në krye të këtij turpi qëndron Edi Rama. Zoti Berisha, nëse ju kuptova drejt, në artikulimin tuaj pak më parë thatë se çdo veprim është i paralizuar, duke përfshirë dhe mos pjesëmarrjen e Komisionit të Parlamenti, Reformës Territoriale. Thash parlamenti është i paralizuar. Asgjë nuk mund të kemi ne në rendite përveç se gushtin e shtetit që po kryen Edi Rama për të mbrojtur veten e tij. Rendite kanë pretendim, zoti Berisha, për ndryshimin e përbërjes komisionit. Ata mund të bëjnë ç'të duan. Ne jemi në komision, donte ajo që ta përjashtojnë para ta bëjnë, ne s'kemi. Zoti Berisha, po ju nuk po shkoni në komision, si jeni në komision? Kush të tha? Keni munguar 13 mbledhje. Keni munguar në disa mbledhje. Asnjë mbledhje nuk janë njoftuar antarët thuaja, e mazhorant, e opozitës. Janë që të gjitha manipulime të Edi Ramës, sepse do të spostoj, po ne jemi të fiksu, jemi të përqendruar tek gushtit i shtetit. Është i pashpres, çfarë do që të bëj. Ai do përfundoj me Lubin, në krah të saj, atje ku ka vendin. Pra ju jeni në komision. Jemi si jemi, kush tha si jemi? Ne kemi qenë dhe jemi, s'ka asnjë diskutim. Kush tha që si jemi atë? Të besoni ju gjenjeshtat e Taos, ju e pat kur e pat kush ishte Tao, ja lexova aty, para jush ja lexova. Si mund t'i besoni ju atij? Faleminderit. Atëherë ju përshëndes, në më parë.